I kthejmë informacioneve nga vendi, disa organizata studentore i bën thirrje Ministrisë së Arsimit që ta respektoj ligjin mbi arsimin e lartë, ndërsa rektorit të Universitetit të Prishtinës, Muj Rugova, që të zbatoj statutin e UP-s dhe të mos e zvarrit më shumë çështjen e zgjedhjeve studentore. Përfaqësuesi i organizatave studentore Ekrem Zajmi tha se rektorati po shkel mbi statutin e Universitetit të Prishtinës dhe po neglizhon procesin zgjedhor të studentëve. Kanë thënë se çdo procedurë pritet nga rektorati dhe gjitha procedurat të cilat kanë ngecur deri më tashti janë ngecur si rezultat i mos veprimit të rektorit të Universitetit të Prishtinës zotëri Muj Rugova. Ridvan Veseli tha se nëse nuk merret ndonjë vendim për mbajtjen e zgjedhjeve studentore, brenda javës së ardhshme studentët do të përdorin mjete demokratike për të realizuar të drejtën që ju takon. Shumica domethënë e organizatave janë në mendimit që zgjedhjet muajt me 13-in. Në të kundërtën, ne do të tregojmë edhe fuqinë tonë. Ndërsa përfaqësuesi i organizatave studentore Ekrem Zajmi tha se Komisioni Qendror Zgjedhor, Ministria e Arsimit dhe Rektorati sa më shpejt të rishqyrtojnë mundësinë për fillimin e procesit zgjedhor studentor. Kërkojna që në mënyrë të domosdoshme Rektorati i Universitetit të Prishtinës, qoftë nëse është e nevojshme që ne të presim 24 ora aty para hyrjes së rektoratit, të thret mbledhjen e Senatit, të procedoj udhëzimin administrativ nga Ministria e Arsimit, të thret mbledhjen e KQZ-s dhe të shpallë ditën e zgjedhjeve. Organizatat studentore një zëri kërkojnë nga rektorati që të dalin me një vendim për lejim të mbajtjes së procesit zgjedhor studentor.